Protestat nuk prodhojnë sepse njerëzit janë të lodhur dhe nuk janë më të verbër. Kanë filluar të shohin qartë tani që kemi një opozitë e cila nuk ka më asnjë lloj interesi për qytetarët shqiptar, ka saj nuk lidhen me interesin e thelbësor të qytetarëve shqiptar dhe nuk sjellin asnjë nevojë që ata të ndihen përfaqësuar të opozita. Bashkëpunimi midis Ramës dhe Partisë Demokratike është fare e qartë dhe zot Berisha është fare e qartë. Atë bien dakord atyre kur duan, bëjnë debat publik atë që intereson atyre më së shumti në momentin që atyre intereson më së shumti. Ne sot kemi një debat për shembull që do uli numrin e deputetëve, kam për të qartë të dy që janë dakord. Kemi një dakordsi për reformën territoriale, kemi një dakordsi për reformën zgjedhore. Këto janë tema që ata kanë rënë dakord parimisht pavarësisht se bëjnë të shohun politike dhe publik që për qytetarët të shohun që ne po mundohemi për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme. Unë prita me shumë kënaqësi nismën e qeverisë në fakt për miratimin e ligjeve për referendume, do ishte një zhvillim shumë pozitiv. Menjëherë reagoi opozita tha ne nuk jemi dakord, sepse praktikisht miratimi i ligjit për referendumin i bën të mundur qytetarëve shqiptar që të jenë pjesë e vendimarrjeve shumë të rëndësishme për mënyrën se si do administrohet qeverisja, ose për miratimin e ligjeve që kërkojnë një shumicë të cilësuar. Por kjo i jep zë qytetarëve, por i ul pushtetin opozitës. Dhe opozita doli e para, e cila në mënyrë të palogjikshme doli kundra dhe tha që nuk kemi dakord me këtë ligj. Ndërkohë që opozita në gjithë vendet e botës është dakord që çdo nisëm të kalojë me referendum.